Prokuroria e posaçme ka dalë me njoftim zyrtar në lidhje me operacionin e ndërmarrë paraditën e së njëjtës në qytetin e Durrësit dhe në zonën e Shijakut. SPAK thot se në shënjestër të operacionit ishin element të dy grupeve të strukturuara kriminale të përfshira në vrasje me paramendim, kryer për hakmarrje dhe për tjetërsim të pronave në Bregdet përmes falsifikimit të dokumentacionit apo korruptimit dhe shantazhit ndaj zyrtarëve shtetëror. Pjesë e këtyre grupeve sipas SPAK ishte dhe Aleksandër Laho, njohur edhe me nofkën Rumi i Shijakut, vëllai i tij Vullnet Muça, Astrit Avdylaj, i arrestuar për rrëmbim dhe vrasjen e Ejan Prengës, Aldo Avdylaj, shtetasi Vlash Darçi dhe Enea Kume, vëllai i deputetit socialist të Durrësit Loer Kume. Nga operacioni janë ekzekutuar 3 masa sigurie, ajo për Vullnet Muçën, Enea Kume dhe Vlash Darçin. Në kërkim janë Aleksandër Laho, Aldo Avdylaj, ndërsa masa e dytë e arrestit, Astrit Avdylaj, është komunikuar në Qeli. SPAK thot se Astrit Avdylaj akuzohet si drejtuesi i grupit kriminal dhe porositës i vrasjes për hakmarrje të Edmir Bregu, njohur edhe me emrin Ilir Kuçi. Bregu është ekzekutuar në Durrës më 21 janar të vitit 2021 si hakmarrje për tentativën e vrasjes së Aldo Avdylajt, nipit të Astrit Avdylajt. Nga hetimet e SPAK rezulton se si koordinatore ka shërbyer shtetasi Enea Kume dhe Aldo Avdylaj, ndërsa ekzekutimin e krimit e kanë kryer shtetasit me iniciale ED dhe AD, që të dy të shpallur në kërkim. Ndërkohë Aleksandër Lahon SPAK e ka shpallur në kërkim për krijimin e një grupi kriminal për tjetërsim të pronave në gjirin e Lalzit. Hetimet kanë zbuluar se ky grup regjistronte tokat e lakmuara në Bregdet në emër të fshatarëve të zonës, të cilët në shumicën e rasteve nuk ishin në dieni dhe më pas përmes korruptimit apo shantazhit ndaj zyrtarëve të kadastrës i transferonin te emra të tretë.